mëngjes. Kemi nderin dhe kënaqësinë që me neve këtë mëngjes është edhe njëra ndër organizatorët e ditës së bamjes. Kështu le ta fillojmë këtë mëngjes me një paralajmërim të bukur që me datën 28 gusht në Kalan e Ulqinit në 3 lokacione edhe këtë vit do të mbahet dita e bamjes. Për të 9-ën vit me radhë, ky manifestim po tërhek një vëmendje të veçantë, ndërsa kështu edhe për Ulqinin e bën edhe më të njohur dhe më të dashur, për të ditur më tepër se çfarë do të ketë në këtë mbrëmje dhe cilat do të jenë ato surpriza dhe ato risi të natës dhe ditës së bamjes, ne do të flasim me Mersiha Resulbegu Mavriq. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmëngjesi, faleminderit që më keni ftu. Mirë se erdhët edhe një herë dhe faleminderit që jeni sot pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re për të bashkëbiseduar së bashku për të gjitha këto që unë sapo i ceka për ditët e bamjes. Ditët e bamjes janë bërë tashmë një traditë e qytetit të vjetër të Ulqinit, por edhe për Ulqinin. Si po përgatiteni edhe kësaj radhe për ditët e bamjes? Kështu, duhet me cek një herë një fillim para se filloj deri ke përgatitjet, të cilat janë shumëta, sidomos këtë muajin e mrapt, nga që bamja lypet mu përpunu, lypet mu fërgu, lypet mu rryti për mu bagati atë ditë. Mund me thanë se jemi shumë të kënaqur që për 9 vjet na mundena për mi ba, si thohet, këtë ditën e bamjeve dhe ku Kalaja ka me pas një frymë të ndryshme atë ditë apo atë natë. Kjo që kena mundu me batë është 20 vite, nga që kena pas gjithmonë kontakt me turistët, gjithmonë kontakt me sa njohin ushqimin ose mi njoftu me ushqimin tradicional tonin. Do me thanë, edhe pse to disa në Malzi thoshin nuk din që ish bamja, prej të hujve s'kena ra gati kur që s'kajnë ditë që ka ish okra apo bamjen me tonën. Kështu që aty ka fillu ta iniciativa, na kena ba dhe shoqatën jo qeveritare për kultivimin dhe promovimin e bamjes, si dhe kemi konkuru edhe në mënyrë shtetnore ku kena fitu i nanti specialitet i garantumon për bamjet në mënyrë ulqinake të bëmëna dhe me kvalitetin e parë cilësor. Kështu që ne jena të kënaqur se tanë kjo punë shihet. E nata bamjeve është diçka që na kënaq të gjithëve, edhe tanë ajo puna jonë disi se e merr një kuptim, një sens marrim. Normalisht faleminderit edhe organizatës turistike që është në fillim që e ka pa rëndësinë e këtij manifestimit, si dhe me vite me radhë ma vonë ka filluar edhe komuna e Ulqinit, kështu që atë natë jo keni pa vjetë. Dëshire jonë gjithmonë ka qenë që mos me qenë veç në Pallata Venecia, po me qenë gjitha këtë në tanë Kalan. Të përhapura në disa lokacionet të Kalas. Mund një aja atmosfere bukure, ere bamjeve, jevesh bamjeve tona, po bamjeve edhe njerëzve që vinë për shtetet të ndryshme, për kulturave të ndryshme. Dhe me thanë tane që kena pas dëshirë, është ba vjetë. Dhe si mjetë po ashtu, do të jetë njësej në hymjen ke pazari i qytetit nalt, ka me qenë ke Pallata Venecia dhe ka me qenë ke Feneri poshtë njësej organizim, por si thohet në regaruese dhe në qendra ka me qenë në Pallata Venecia si gjithmonë. Mund të më tregoni se si ka ndryshuar manifestimin nga viti i parë deri më sot, sepse keni ardhur edhe duke shtuar gjëra më të reja dhe njerëzit kanë filluar ta kuptojnë rëndësinë e këtij organizimi, sepse kjo është një traditë e bukur, sepse Ulqini dhe ulqinakët kanë një traditë të kulinarisë dhe patjetër këto janë edhe disa receta të gjysheve tona që na i kanë lënë brez pas brezi. E pse jo këto të mos kultivohen edhe mëtej tek brezi i ri, por edhe të dalin në pak që të provohen edhe nga turistë dhe nga njerëz të tjerë. Si e shihni ju këtë? Dhe me thanë një kje ka qenë, një kje që ke folë të tësh, ke folë fare ndrejtë, dhe me thanë një kje që e që në ka ba për mi ba këtë, mu pa tradita jonë, mu pa se qëfar
çfarë ushqimit kena, se si e bëjnë ton ulçinakt dhe ajo i shnis, domethënë qysh atëherë ka qenë Niaziri Sëlbegu, me të pas atëherë ka qenë, si thohat me ne, kena ba recetën cila esh, ashtu se si duhet e përpunumon, dhe ashtu i shnis nelt në shtet e tjerë, dhe mësënaj ka qenë edhe Dragan Biskovici edhe ai pas dritë, kanë qenë shumë emra të kulinarisë në Ulqen njoftën që kanë qenë edhe që na kanë forcat për mi ba tanë këtë që ishte në ta manja ashtu, këtë shtyrje që për mi ba tanë këtë. Kështu që qysh vitin e parë ka fillu me 5-6, kanë fillu veç 5-6 shtete, kadal, mëse me vitve tjera kena fillu mu hapë, kena fillu mu artë, interesimi ka qenë maj mathë, si kena kalu vitet ashtu interesimi maj mathë, dhe kur keti interesimin më të madh, ti e shef se vetë Venecia ishe vogël, edhe qytetin e vjetër. Dhe kështu i shniz kadal dhe gjaja ma kryesore, normalisht kemi mrit to dhe gjaja ma kryesore se të tanë sho e ka një hajrë nga kjo. Se dhe më thanë kja e rrit kimetin e neve, e mënyrës kulinarisë të Ulqinit, rrit kimetin e një qytetit vjetër, shihemi, njihemi, jo vetëm me plazho me bukuri që nga nga Zoti, por edhe me kulturën e traditën tonë që e kemi në qytetin tonë. Sa vështirë ka qenë që një produkt i thjeshtë si bamja, sepse ne kemi produkte të shumta që kultivojmë në Ulqen. Dhe pse pikërisht bamja ka qenë ajo që ka marrë kaq rëndësi dhe sa vështirë ka qenë që nga ky produkt i thjeshtë të bëhet një produkt me kaq rëndësi për qytetin e Ulqinit dhe për kulinarinë ulqinake. Pa, andini se një ati ju thava 20 vjetë janë punë këto. Dhe me thënë kadal ka fillu tanë. Bamja para gjabela se në ka pëlqy tanëve në familje e hamë shumë bamja në përgjithësi. Dyta gja ka shku bres pa bresi si e ka ba madhja, e bënë nana, e tjerë, dhe treta gja nga që e kina pas ka shumë vitamina, vitaminin C, vitaminin K, tanë ka në perimet, asë një perim se por kjo ka shumë, ka folat, shumë, njështo që si pas asaj, si pas edhe turistëve që vishin, që i jepshin shumë kimet kësaj lloj perimje, ashtu ka fillu mësë edhe na vendosme për me nisë me bamje. A mendoni se ditët e bamjeve tashme janë bërë pjesë e identitetit turistik të Ulqinit, sepse ju kësaj radhe e keni lënë që në fund, mund të them kështu, të sezonit turistik të organizohet ky manifestim? Pam. Ishtë ba. Bamje ishtë ba trend tani. Të më thanë, ishtë ba trend e njohin, e din, dhe me zi që presin njës që të vinë. Dhe kena lanë njëse edhe që përmështu sezonin turistik, po këmi shty aktivitetet, ma artë njërës të ndryshëm, e kina shty, dhe njësej edhe nga që bamja, si thot, të ankon rrim të blena, një mujdit ju kam thanë, rrim të ble, 20-30 qile, fërgojmë, blej prep, kështu që ta mën ka qenë kohë e duhur që na mu përgadit, dhe për mi mles ata 400-500 qile sa duhen për atë natë. Çfarë dëllon në mënyrën ulqinake të përgaditjes së bamjes nga mënyrat e tjera, sepse ne e dim që në Pallatin e Venecian, në këtë organizim të ditës së bamjes, janë të shumt ato që marrin pjesë për përgaditjen e tyre. Janë nga rajoni, por edhe nga bota, siç është edhe ajo nga India që ka fituar, nëse nuk jam gabim, disa herë vendin e parë për përgaditjen e bamjes. Sa ka në rëndësi për to dhe si është mënyra përgaditjes së tyre, çfarë dallon nga mënyra jonë? Dallojnë shumë nga mënyra jonë. Na kena me Bosnën, i kemë gati njësej për llojin e bamjes e kena ndrysh. Dhe më thanë se ju e dini kja lloj i bamjes që gjithë në turnë Ulqen,
ish pri familje sultania, ashtu si i kënë thirë për para, llojin dhe ish shumë ma madhe. Unë kur kam pa në vitet e para se si i bajnë ato njerëz bamjet që vinë nga shtetet e ndryshme, unë kam jetë e habitur. Do më thonë, pri asaj diçka, se ne jena fsu bamja, bahet një kështu, ose me mesh, ose pa mesh, për kryesore një kysh receta. Me çka i përzin njerëz bamjet, se bajnë edhe bamje me edhe fruti di mare, me gjela detit, me shpageta, do më thonë me disa gjana që kur nuk receta të shumë. Pa, mësë i fërgojnë dhe bajnë salat prej saj, fërgohet, edhe ashtu të fërgumona, i lajnë pak ma krokante, edhe i bajnë salat hudër e ufull, atjerë, do më thonë, fare në rështë diçka se... Një gjë që më ka bërë për shtypje, ka qenë edhe ëmbëlsira prej bamjeve. Si u pritën ato nga degustatorët ulqinak, nëse mund t'i them kështu? Tanë kënë thanë se kënë qenë shumë shishme, për na që e kena angazhu, që ka qenë Ivana e tjerë që ka ba ata ëmbëlsira dhe i kemi angazhu për me banë 9 lloj ëmbëlsirash, vesh na si kena sprevu. S'kena mrit mi sprevu, për ata bamje, bota banë. Bamje në bota përderen shumë. Ajo përderohet se i shumë nutritive, i shumë e mirë për organizëm, edhe po ashtu bajnë edhe maska për ftyrë, se bamja ka atë pjesën që i ndihmon ftyrës për mi rinjallë, mi regeneru. Kështu që ka shumë për njetë për ju thamë, ata janë pritë shumë mirë, tanëve i kam pëlqy ëmbëlsirat, kur i thu dikuj se e ka qenë ëmbëlsirë për ju bamjes, me që në të habitun, se ka i manu se janë ëmbëlsirat tjeshta, e jo pri bamjes bamuna. Kështu që është diçka interesant për ju thamë, e një shifni, ka i në artë për shumë shteteve, kena me pas pri Ukrajinës, pri Bangladeshit, pri France, pri Slovenjes, pri Turqie na ishte imru një grua, ja vjen njësej. Dhe më thonë, pri Bosnës, pri Sërbis, pri Macedonis, pri Bëçko Distrit. Për çdo vetë numri vjen e shtohet. Ma shumë, ma sënej edhe gratë klubi internacional i grave në Maltezi. Dhe më thonë, shumë kena interesim si mjetë dhe kena shiku se si ku do në mi vëndu mi, u diftu drejtë se verse a ish qefi, do me thanë, une edhe thamë eni, shioni atë natë, ndjeni atë erën, atë gërë të kalasën, atje ndjeni erën e bamjes, por jo vesh bamjes tonë tradicionale, po bamjes të kulturave të ndryshme, se si që ato i gatuajnë, se ishtë diçka e pabesueshme, çka i bjen me njerëzve dhe çka bëjnë njerëz me bamjen.